Klubi i Mundjes Shkupi ka shkruar një faqe të re suksesi në historinë e tij sportive duke u kthyer nga Parisi me 5 medalje nga turneu ndërkombëtar Kristolute 2025. Në mesin e qindra garuesve nga vendet të ndryshme të Europës, djemt tanë treguan forcë, talent dhe përkushtim të jashtëzakonshëm, duke dëshmuar se sportistët tanë nuk njohin kufi kur është fjala për pasionin dhe përfaqësimin e denjë. Ky është jo vetëm një triumf për këtë klub, por edhe një motivim për të gjithë të rinj që duan të përkushtohen sportit të Mundjes. Sot do të bisedojmë me trajnerin e këtij ekipi si dhe me kampionatet tanë të cilët do të na rrëfejnë më shumë rreth sukseseve të tyre, sfidave dhe ëndrave të tyre për të ardhmen, sepse janë aq të vegjël, por aq motivues. Fillimisht do fillojmë edhe me zotëri Yasin Rexhallari, mirë se erdhet në emisionin ton dhe na e keni mbush shtëpinë me medalje të bukura të arta dhe me shumë krenari. Pikës pari, faleminderit për ftesën, faleminderit nga ana juve që gjithmonë ndani kohë për që t'i promovoni rezultatet e klubit ton, për çdo herë ju keni nda kohë dhe për pas çdo gare ndërkombëtare që mormi pjesë ju i shpalosni para publikut të rezultatet nga klubi ynë. Është një kënaqësi realisht e yna, pasi që djemt janë kaq të vegjël, ndërsa na tregojnë se dhe na motivojnë se si duhet punuar që nga vegjëlia për të qenë normalisht nëse dëshiron të arrish diçka. Si e vlerësove kthimin nga Parisi me 5 medalje e prisje, sepse juve njiheni si më realist dhe flisni realitetin, nuk jeni nga ata tipa që po ne do i marrim, do i bëjmë, po jeni më realist dhe flisni gjithmonë realitetin e gjërave që janë. Çfarë do thotë kjo për klubin dhe ju si e pritët? Kjo për klubin do të thotë një rezultat shumë i madh, një ndër rezultatet më të mëdha për 4 vite që ekzistojnë, pasi që bëhet fjalë për një ndër turnet më të fuqishëm në Evropë, ku kanë marrë pjesë mbi 10 shtete të fuqi evropiane, siç janë Moldavia, Rumunia dhe ato gjithë klubet nga Franca. Djemt tanë kanë treguar me të vërtet një përkushtim shumë të madh si në stërvitje, gjithashtu edhe në gara kanë qenë shumë të mirë në turnej, pasi që me të vërtet kanë pasur nga 4 ndeshje, 4 fitore. Kjo do të thotë shumë për klubin e Mundjes, sidomos Shkupi, që kanë arritur nga 6 garues që kemi pasur në Paris, 5 garues janë kthyer me medalje, 2 prej të cilëve dhe janë shpallur kampion. Po, të flas pak me kampionin e parë, Bamirin, apo nëse nuk e kam gabim emrat, nuk do ma zini për të madhe sepse i kemi 6 djelmosha këtu dhe ndoshta i gaboj emrat, se dhe unë jam njeri. Apo, Bamir u shpërbleve me vendin e parë, ka edhe medaljen këtu të artë, dhe më thuaj, e dije që nga fillimi që do e marrish vendin e parë, që do i fitojsh kundërshtarin tënd? Jo? Kur e more atë bindje, kur e more sigurin që ti do kthehesh në shtëpi me çmimin e artë? Duke u shtuar në trenimin e parë për e bërë. Po, juve në ditë i keni pas edhe nga 4 apo 5 stërvitje, aty 5 gara, nëse nuk jam gabim, 5 ndeshje. A ishte e vështirë? Sa kohë e dihet ti që para të shkuarjes në Paris, para sa kohë ishe informuar? Para që 2 muaj. 2 muaj. 2 muaj e gjysmë, do të thonë këtu e përfshim edhe muajin e Ramazanit, i keni pas edhe ashtu trajnime të shumta. Sa herë në ditë ke trajnuar? Një. Vetëm një herë? E shkon me qef me trajnua apo e ke pak si përtes? Ja, me qef. Me qef? Po. Sigurt? Po. Ta pyes trajnerin? Po. Apo? Do e japish mikrofonin edhe shokut tënd nëse nuk e ke problem. Ti, për dallim nga të tjerët, trajneri pak të qortonte, sepse e more vetëm çmimin e 5. Vendin e 5. Po. Pse? E vështira? S'mujta, s'ku mushtru shumë. Nuk e ushtru shumë, po pse? Po, ato kanë ushtru ma shumë sonë. Do shta kanë qenë edhe pak ma të mëdhenj se ti? Po. Aha. A këtu që sa koti veç se më ushtron edhe këtë sport? Që 4 vete. 4 vite. Dhe gradualisht perfeksionohesh, pa dyshim. Sa medalje deri tani i ke? 30, 25. Rreth 30-25. Kështu që nuk do e llogarisim këtë të argjendit që e ke, po bronz. Kjo ishte vendin e 5. Po, okej, vendi e 5 nuk do e llogarisim si një disfat, po do shkojmë për çmime tjera, do luftojmë për tjerat. Prezantoju një herë. Unë jam Jusuf Zaimi. Jusuf, cilin vend e more ti? Vendin e parë. Vendin e parë. Po ti e dije se do e marrish, kur u nise që nga këtu, e kishe në kryt të ngulitme që vendin e parë du ta marrë, apo nuk e kishe atë mendje? Po.
Ti shkove i sigurt. Ushtrove shumë? Po. Maksimumin e dhave nga veti? Ishin krenar, trajneri ishte krenar? Po. Po? Me kundër kuj, cili qytet ishe ti? Francës, Qeqenis dhe Romanis. Francës, Qeqenis dhe Romanis. A është e lodhshme që brenda një dite ti bëjsh 4 ndeshje? Pak. Pak? Po atë kjo trofej, kjo medalje që ty me punu edhe ma shumë, se për një muaj, nëse nuk kemi gabim, i keni edhe gara tjera, apo përsa një periud të shkurtër, gara ndërkombëtare që të... Javën e ardhshme, vetëm e kanë edhe kampionatin shtetëror. Jeni të gatshëm edhe për ato tjerat? Ja japi mikrofonin edhe Zaimin më veç se e kemi në mysafir në emisionin ton për herë të dytë, i cili edhe në Poloni e mori vendin e parë, po këtu, fatkeqësisht, Zaimi ishte i dëshpëruar, nuk e ka marrë vendin e parë. Pse, Zaim? Harun. Harun i kërkoj ndjes. Zaim mos qesh aty në fund. Harun kërkoj ndjes. Pse Harun u dëshpërove? Se kundërshtarin nga Moldavia ishte më i madhëson. Luan rol kjo ti, Jasin, edhe nëse mosha është më e madhe, apo? Po. Se luan rol edhe sa kilogram kanë, luan gjithë shka, apo? Po prap se prap të erdhe me një medalje, nuk e le veten pa medalje. Do të di në shtëpi kishe shumë medalje, nëse nuk jam gabim. Po. Sa janë ato? 21. I numron, i shton, dëshiron që sa ma shumë të bëhen. Ku, në sa numra do në të arish? Pak, deri ma shumë se 100. Ma shumë se 100, po. Do të punojsh maksimumin që ta bëjsh atë gjë. Raunari është më i vogli, nëse nuk jam gabim. Nga të gjithë, dhe Raunari ka zënë vendin e dytë. Merdita, unë në Ramadani, ushtroj që 2 vite dhe i kam 7 medalje. 7 medalje deri tash? Po. Po ti kur e more vendin e dytë, e prite? Po. E dishe që do e marrish një venda? Po. Po pse nuk pretendove për vendin e parë? Po, një kundërshtar ishte shumë i ranë edhe së në kapsha. Jo, a? O, shpirt, jam. Anin, herën e ardhshme, do e kapish edhe do na vish me medalje në ardhë. Pse jo? Qa po qeshni jo? Qka ka për me qish? Vazhdoj me Zaimin, tash se Zaimin e kemi edhe shok edhe qeshte pse janë nga trova emrin. Zaim, ti rreth 50 medalje nëse nuk jam gabim i kishe. 48, po ti kishe më së shumë ti nga të gjithë. Më thuaj se ishte eksperienca jute në Paris? Eksperienca ime në Paris ishte shumë mirë. Kemi vizituar disa vende. Po mirë. Keni ndejt aty 5 ditë? Po. Si u duk Parisi? Shumë mirë. Kundër cilave shtete ishe ti në gara personale? Kundra Moldavis, Qeqenisë dhe Francës. Moldavia, Qeqenia, ashtu si jam e informuar, janë kogja të forte dhe ata dhe kogja ushtrojnë. Kështu që djemë tanë kanë kaluar testin, si duket. Ama ti prapë se prapë Jasin në dukesh se nuk je i kënaqur. Ti gjithmonë don vetëm vendet e para? Po ne jemi mësuar për çdo garë që kemi marrë pjesë deri më tash, si në Rumuni, si në Francë, si në Poloni, si kur në Turqi. Nuk ka garë ose ndonjë turne ndërkombëtar që kemi marrë pjesë, që nuk janë kthyer djemë tanë me 2 medalje të arta. Kjo do të thonë që vazhdojmë, po ne pretendojmë prej 6 garuzve që ti marrim edhe 6 medalje të arta në turneun e ardhshëm. Në turneun e ardhshëm. Neve shkojmë gjithçka o hiç. E si përzgjedhet pikërisht këto 6 garus? Pra, garusi përzgjedhen pasi që organizatorët e kanë bërë një turner që deri në moshën 12 vjeçare, edhe këto kanë qenë më të rregullt në trening, më të disiplinuar, kanë dhënë maksimumin pasi që ka qenë edhe muaj i Ramazanit, këto edhe pse kanë qenë agjerueshëm për çdo ditë kanë qenë. Doja ti pyes, kanë agjeruar? Kanë agjeruar dhe për çdo ditë kanë qenë në trening dhe ju kemi dhënë shansën, po kjo do të thotë që edhe ato garuesit tjerë, pasi që klubi jonë numëron më shumë se 50 garues, nuk do të thotë që gjithmonë këto do të shkojnë, çdo kush që jep maksimumin në trening, do i jepet shansa, mundësia që të garojnë nëpër garat e ardhshme. Cili është më i përpikti nëpër ashtu trening? Me sa e kuptova? Stërvitje ka gati që 4 vite nuk ka ndonjë ditë që ka munguar pa arsye Jusufi.
Po kjo dëshmon për kushtimin e tij prej çdo gare që ka marrë pjesë. Jusufi është kthyer me medalje të artë, gjithashtu edhe Bamiri. Bamiri? Apo tu të është Bamir? Jo, as pak. Dua të më tregosh pak edhe për atë periudhën, atë momentin që mundësit para një ndeshjeje din të humbin edhe shumë kilograma, për një ditë të vetme, që për ne që dojmë të humbim peshe, kemi shumë të vështirë me muaj të tërë nuk mundemi ndoshta 2 kilograme, ndërsa pak para më tregove se mundet deri në 5 kilogram në ditë të humbim, nëse është e nevojshme. Njëri nga, nëse nuk jam gabim, ky djaloshi ka humbur shumë kilogram, nga 24, thatë në 38, ato janë 6 kilogram. Si është e mundur një gjë e tillë? Po haja do jetë se... pastaj edhe. Haja duhet jetë për diçka me rregull e posaçme, duhet të largohemi nga ushqimet e pashëndetshme, gjithashtu edhe stërvitet janë pak më intensitet më të lartë, ku ka rast që për 1 orë e gjys këta bin nga 2 kg për një stërvitje. Ajo është e tepërt. Po është e tepërt, po vishin pak më trash e nxjerrin atë ujin e tepërt nga trupi. A e ke të vështirë të humbi shpesh? As pak? Atë shtin ma sfiduese, është ajo që të ushtrojsh edhe ma shumë që sa ma shumë të humbi shpesh? Ma shpejt? Po, tu ma shpejt me hu. E keni ma të lejta? Po. Më thoni si u pritën në shkollë? E dëgjova se e keni pas një pritje spektakolare. Shumë mirë. Në pritur, janë mbledh kejt të ka pritë si me ardhë kampionatit evropian. A pretendoni me shku në kampionat evropian? Po. Zaem, a pretendoni me shku në kampionat evropian? Po. A do ju kem këtu, a më premtoni tash publikisht që do ju kem këtu prap për kampionatin ku do vini të gjithë me çmime? Po. Bamiri du t'japish pak mikrofonin, du t'a shfrytëzoj rastin se Bamiri e kishte një TikTok shumë të bujshëm, ku e bën Shqiponjën me disa rrotullime, si i thoni ju, e bën Shqiponjën. Kush të shtiju ta bëjsh atë, kush të impresionoj ta bëjsh atë? Trenerat e tua. Cili është më i shtirë nga trenerat? Asnjë? Ajo ishte pas ndeshjes finale, çdo kush e shpreh atë knaqësinë, po, atë entuziazmin. Kurse ke atë emocionet i shprehu me atë saltën që e bëni. E pritet që e dinit që do e bën, apo edhe për ju ishte befasi? Bamiri pas çdo gare din të bën diçka të tilla. Po, ajo ka marrë shumë bujë në TikTok dhe në rrjetet sociale, ajo video. A do të thotë kjo që edhe pas çdo ndeshje, pas çdo stërvitje të bëni diçka të tillë, pse jo, edhe ta promovoni veten edhe në rrjetet sociale? Pse jo? A do të bëj gjëra të tilla? Po. Po? A djen interesant kur shes sa shumë views ke marrë në TikTok? Po? Apo tutesh prej meje? Ja. Ja jep mikrofonin nëse ka mundësi shokut. Më tregoi trajneri se ti je ndër më të përpiktit. Me sa dashuri shkon? Kush të detyroi ty për herë të parë të shkojsh të merresh me këtë sport, me mundjen? Baba im. E prite mirë apo në fillim nuk doje të shkojsh? Mirë e prite. A ka qenë ndonjëherë, ndonjë moment shumë i vështirë për ty? Në fillim. Pse? Çka ka qenë më e vështirë? Se nuk dishim çka të bëj. Po dhe nuk e qenë informuar se çfarë sporti është mundja, po tash t'ka hyrë në gjak, po mdokët. Po. Edhe tash s'ka shansa me elan. Po. Nëse të thojnë 2 herë në ditë me shku në trajnim? Shkoj pa pikën e problemit, a? Po. Me ty, më veç se e din, tash me ushqimin si i ke punët, i rin gati vetes në ushqim që ta mbajsh trupin? I gati ushqimit për mos të hipë shumë kilogram. A jetu pregadit për javën ardhshme që vjen që të kthehesh me medalje? Po, të përgaditë që të kthejna me medaljen të artë nga kampionati i shtetit. Raonar, ti për çfarë bërë pregaditesh? Për të marrë vetin e parë dhe me një kupë. Ku zemër? Të nëj turner. Po, kështu do ndërkombëtar në shtet tjetër, me shtete tjera ku shkosh, je i pregaditon? Po. E din ku ke gabu tash ti, nuk do gabosh herën ardhshme? Po. Je i sigurt? Po. Je të premtu publikisht? Apo? Po. Në klasë, si të presin shokët?
I detyron edhe ata të merren me mundje? Ju thua e janë se është shumë mirë, i fton edhe ata që të merren me këtë sport? Po. Apo nuk dojnë ata? E kam një qaj klasa, e ka emrin Anuar, dhe ai ushtron te klubi jonë. Apo? Po. Ama cili është më i mirë pak? Pak e vështira. Hajt, nuk po të ngushtoj shumë. Zaim, ti për çka je tu pregadit? Zaimi është aq i sigurt në vete, edhe flet vetëm pak, dhe flet vetëm me medalje. Na vjen vetëm me medalje, nuk do naj të flet, veprat flasim vet, apo? Për çfarë je duke u pregadit? Jam të pregadit për kampionatin shtetëror. Për kampionatin shtetëror. A ti pretendon që të zesh vendin e parë që pastaj të shkojsh, nëse nuk jam gabim, në si e the kampionatin evropian pastaj? Nëse unë e jap forcën në trening, muj me ma bëjnë e pa, nëse se jap shumë. A do t'a japish? Po. I sigur. Premtoj trejnere? I premtoj trejnere që kam edhe në forcë. Cila ka qenë momenti ma sfidus gjatë kësaj gare asje? Sigurisht keni pas momente të vështira, momente. A ka qenë organizimi i shkuarjes deri atje, a ka qenë se siguria e fëmijëve, sigurisht është në besimin tuaj, gjithçka varet nga ju, jeni si një prind për ta. Po, me të vërtet është të vështirë, pasi që të marrësh pjesë me kaq mundës të vegjël si që janë Raunari, Jusufi dhe Bamiri, këto janë pak më të mëdhej, atje të kujdesesh për këto 5 ditë, larg familjes, është e vështirë, mërziten, por vullneti i tyre, si në stërvitje, si në garë, si ashtu, dhe qëllimi i nxancave që të marrin medalje, të korrin sukses, ajo na motivon neve edhe më shumë që të punojmë edhe më shumë dhe të marrim medalje edhe më të mëdhaja se ka U a jep në një ditë pa usish për blim, apo s'ka? Vetëm të diela. Vetëm ditën e diela. Pasi që javën e ardhshme i pret edhe kampionati shtetëror. Këto doja të të pyes çfarë pritshmëri ke nga java e ardhshme që vjen, sepse që ka javë jashtëzakonisht e rëndësishme për ju si klub dhe për ne të gjithë. Presim nga klubi jon që të shpallën më shumë kampion dhe të marrin drejtën që të futen në reprezentacionin e Maqedonisë dhe të prezentojnë shtetin tonë në kampionatin evropian, këtë vit që të mbahet në Itali. Pas 2 muajve, kanë kohë pastaj edhe 2 muaj që të përgatiten, të shkojnë nëpër kampe, të përgatiten sa më mirë dhe na kthehen pas shumë viteve edhe nga kampionati evropian me medalje dhe ta gëzojnë gjithë popullin tonë që me të vërtetë i mungon për disa vite. Ke besim se do e bëjnë atë gjë? Po përveç këtyre kemi edhe garues tjerë që nuk kanë qenë atje pasi që kanë garuar javën e kaluar edhe në kampionatin deri 17 vjet. I kemi parë me trajnerin e klubit tjetër, Bunjamin e Bibin, që janë në formë shumë të mirë, garuesit e tjerë, që kanë garuar edhe në moshën deri në 17 vjet, ku edhe Miraç Mustafa u shpall edhe kampion. Ilhan Murtezi edhe pse garoi në grup mosha deri në 17 vjet ishte i argjent, gjithashtu edhe Elmedin Ayrullahu. Besojmë që tani që kanë edhe moshën e vet që garojnë deri në 15 vjet, besoj që nga klubi jonë do dalin edhe më shumë kampion dhe të shpallëm edhe kampion. Unë nuk dyshoj, pasi që vetëm sot mu ka mbush studia kaq e bukur me këta djelmoshat dhe jam kaq krenare që kaq të rinj, kaq të vegjël, se nuk janë edhe të rinj, janë shumë të vegjël për të arrit, për të korrur sukseset të mëdha me 10 mbi 20 medalje kanë që të 6 dhe nuk pretendojnë të ndalen, pretendojnë të vazhdojnë dhe normalisht ne e keni përkrahjen tonë gjithmonë për këtë, unë të falenderoj shumë dhe normalisht pas 2 javëve ju urojmë shumë sukseset dhe të na ktheheni me medalje dhe të na ktheheni të përfaqësuar edhe në kampionatin evropian. Faleminderit. Kjo është edhe për pari herë që kaq mundës këtë rinj në moshë që kanë arritur të vizitojnë ndoshta edhe gjithë Evropën, ka marrë pjesë në për shumë gara të ndryshme në gjitha qytetet e evropiane. Kjo është diçka edhe risi që me të vërtet klubi jonë me gjithat përkushtimin dhe t'ja kthejmë namin mundjes që ishte para shumë viteve që kanë marrë medalje edhe nga kampionatet olimpike, nga kampionatet botërore, nga kampionatet europiane. Me të vërtet një gjenerat me shumë talenta, me shumë mundës të mirë që prej çdo gare kthehen me medalje të arta. Shpresojmë që për
shumë shpejt kohë do na kthejnë edhe nga lojrat olimpike, kampionatet botërore me medalje. Edhe do më vini në emision për t'i treguar eksperiencat tuaja. Kanë premtuar publikisht. Më keni premtuar publikisht. Jasin, të faleminderit shumë. Unë ju uroj djemave shumë suksese, vazhdoni të jeni këtu, edhe në shkollë t'jeni pak më të qetë, më të urtë, se kam dëgju se mësueset po ankohen se jeni shumë të zhurmshëm. A është e vërtet apo jo? Jo, pas kam dëgju gabim, në rregull, kam dëgju gabim. Shpresoj që ta dëgjoni trajnerin sa më shumë, të jeni sa më të përpik në stërvitje, mos të më dëshpërojeni, ju me vendet e treta, të pesta, të më ktheheni me vendet e para, ju vazhdoni ashtu si jeni dhe duat ju shoh për 2 muaj e gjysmë nga Italia me çmimet e arta. Faleminderit edhe një. Faleminderit.